Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në mëshira pasosur e Ramazanit, pjesa 2. Mendo vetëm mirë për të dhe përkushtoje vetëm atij, e gjithë kjo do të bëjë njëri të lumtur e të suksesshëm. Sahabët në një ekspeditë të tyre kishin arritur në një luriç dhe kishin filluar të thonë tekbirat e tahlilit. Pejgamberi kishin filluar të thonë tekbirat e tahlilit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: "O ju njerëz, ju nuk jeni duke thirrur të shurtin e astët që mungon, ju jeni duke thirrur atë i cili dëgjon dhe i cili është shumë afër, ai është me ju. Secili që lutet dhe përmpurje e thret Allahun, ai nuk do të dështojë, as që do të lidhet në baltë. Për këtë shkak Allahu i lartësuar në Kur'an thotë: Lutuni Zotit tuaj për utshëm dhe ngadalë një mend, ai nuk do atë që e kalojnë kufirin. Zoti ju ka thënë: lutuni mua dhe do t'ju përgjigjem. Me të vërtetë ata të treguan me një mdhenjë e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhenem." Dhe të poshtruar, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo natë ku mbetet pjesa e fundit e natës, Zoti ynë qoftë i lavdëruar e i madhruar, ai zbret në qiell me të hapur dhe thotë: a ka kush që të më lutet mua e që t'ja pranoj? A ka kush që kërkon prej meje e që t'ja jap? A ka kush që kërkon falje prej meje që t'ja fal? Ramazani është muaji i duave, madhërimit të Allahut, të lartësuar, muaji i pendimit dhe i pranimit të duave. Agjërosi i dashur, buzët e tua janë të tharë nga etja, barku i yt është i zbrazët, ngriti duar dhe lutë Allahun e lartësuar. Bëhu i qëndrueshëm dhe i vendosur në duat e tua dhe në kërkimin e faljes. Kujtoje këtë fjalë të Allahut. Kujtoje Zekrian, kur u lut Zotit vet: o Zoti im, mos më lër vetëm pa fëmijë, e ti e trashëgimtari më i mirë. Ne u përgjigjëm atij dhe i dhuruam Jahjan, duke ia bërë gruan të aftë për lindje me të vërtetë ato nxito. Nin për veprat e mira dhe na lutshin me shpresë e frikë. Dhe ishin të përulur ndaj nesh. Besimtari duhet ta ditë se ekziston edhe adabet e duave në abadet e tuan, hyn sinqeriteti i zemrës në dua dhe mbështetja plot në Allahun e lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush nuk duhet ta thotë Zoti im më fal nëse do. Në vend të kësaj besimtari duhet të jetë i qëndrueshëm në dua e në lutje. Me rastin e duas, besimtari duhet të falenderojë Allahun e lartësuar dhe të çojë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fillim, në mes dhe në fund të duas. Gjithsesi ekzistojnë edhe momente të zgjedhura kur është më së miri të bëjmë dua. Ato momente janë pjesë e tretë e natës, gjatë sejdës, gjatë shkollës ndërmjet ezanit e ikametit, pas faljes së 5 shkove të namazit, pas ikindisë në fund të xumas në ditën e Arafatit. Gjithashtu nuk duhet të tepërojmë posaçërisht, duhet të kujdesemi në mënyrë se si themi duan, nuk duhet të kërkojmë diçka që është ndaluar ose që i bën dëm dikujt. Ajo duhet të jetë pika e kthjellët e shpirtit, e cila e lutë Zotin për secilin të mirë të njerëzve. Agjërosi i dashur dije se çastet e fundit të ditës kur dielli perëndon janë më të vlefshme. Ato çaste duhet i shfrytëzohen dhe t'i kalojmë me dua të sinqerta. Atëherë më së shumti ndjehet etja dhe uria. Për këtë shkak në ato çaste të vetmohimit duhet t'ia drejtojmë fjalët tona Allahut, të gjithë botëve dhe të thrasim emrin e tij. Njëjtë është edhe me çastet e fundit të natës, gjithsesi pjesën e fundit të tretë të natës, në të cilën Zoti të thret që të kërkosh prej tij dhe ai do të pranojë duan tënde. Për këtë shkak, bëj mirë vetvetes dhe lut atë i cili është për herë gjallë dhe i cili mban të gjitha, sepse ti je i varfër, kurse ai është i pasur e i fuqishëm. Ti do të kalosh ndërsa ai është përgjithmonë e përherë. Le të shkojmë vetëm disa dua të zgjidhura të Allahut dhe pyeti veten se për çfarë ti e lut Allahun dhe se çfarë pret prej tij. Ibrahimi alayhis salam ka thënë: Zoti ynë, ti e di vërtet çfarë shen e çfarë shfaqin haptas. Allahu nuk i fshet asgjë as në tokë as në qiell. Qoftë lavdëruar Allahu i cili në pleqërinë më dhuroi Ismailin dhe Isakun. Vërtet Zoti im e dëgjon lutjet. O Zoti im, bëje që unë dhe pasardhësit e mi të kryejnë për herë namazin. O Zoti im, na i prano lutjet. O Zoti im, më fal mua mënjët e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jep llogari. Musaj është lutur kështu. Musaj tha: o Zoti im, siro më kaharorin tim, lehtësova punën time dhe zgjidh mënyrën e gjuhës time. Çata të kuptojnë fjalën time, me jepni ndihmës nga familja ime, Haruni vëllain tim, më arrit fuqinë nëpërmjet atë që të bëm ortak në punën time, që të thuhem shumë lavdë për ty, e të përmendim ty vazhdimisht. Vërtet ti do të jesh gjithë mbikëqyrësi ynë.
Sulejmani kështu e kishte lutur Allahun subhanahu wa taala, kur një pasdite ju paraqit në kuajt këmbë shpejt, ai tha: unë shfaqja dëshirë të madhe për pasurinë kuajt sesa për lutjen ndaj Zotit tim, derisa dielli humbi mbas malit, mi kthenia të kuajt e pastaj nisi të pres me shpaq këmbët e qafët e tyre. Në vëmë në provë, Sulejman të vendosën në forën e tij një grup, po ai u drejtua Zotit dhe tha: Zoti më fal mua dhe më dhuroj një pushtet, që të mos ketë askush pas meje, me të vërtetë ti je dhuruesi i madh. Transmetohet prej Aishës radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte thënë këtë dua: o Zoti im, Zoti i Xhibrailit, Mikailit dhe Israfilit, krijuesi i qiellit dhe i tokës, ti i cili e njeh botën e padukshme e të dukshme, i të cili gjykon në mes në robëve të tu, në atë të cilin ata janë ndarë me udhëzim dhe të vërtetën, në atë në të cilin ka ndarë me vullnetin tënd, me të vërtetë ti udhëzon këtë nduarsh në rrugën e drejtë. Fjalët e sahabëve ishin të sartë fjalëve të mira të dobishme me të cilat i kishte mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo fjalë e tyre ishte lartësuar, këshilluese dhe shumë e vlefshme. Ebu Bekr radiallahu anhu kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta mësoj të lutet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë: thuaj, Zoti im, unë i kam bërë padrejti vetes, kurse vetëm ti i fal mëkatet. Pra më fal mua e më mëshiro, ti je vërtet i fal mëkatet dhe je i mëshirshëm. Ibn Abbas radiallahu anhu kishte thënë: o Zot, për te kërkoj falje dhe shëndet. Aliut radiallahu anhu i kishte thënë: thuaj, Zoti im, më udhëzo dhe na mëso që të jemi preciz. Ubejd bin Husajnit radiallahu anhu i kishte thënë: thuaj, Zoti im, më jep mençurinë dhe më ruaj prej të keqes së shpirtit tim. Shaddad bin Efsid radiallahu anhu kishte thënë: thuaj, Zoti im, më bën të qëndrueshëm, të jemi vendosur të mençur, falendërues me të mirat e tua dhe të më nënshtrohem ty me sinqeritet, të lutem ty që të më adhurosh, të dhurosh zemër të pasme dhe gjuhë të sinqertë. Të lutem ty që të më dhurosh të mirat të cilat ti e di dhe kërkoj mbrojtjen tënde prej të keqes të cilat ti e di. Kërkoj falje për atë që di, sepse vetëm ti e di të gjithë fshehësit. Muadhi radiallahu anhu i kishte thënë: thuaj, Zoti im, më ndihmo që ta kujtoj ty, që të falenderoj ty dhe që të jem i dëgjueshëm ndaj teje. Aisha radiallahu anhu i kishte lutur: thuaj, Zoti im, ti je që fal dhe që do faljen, pra më fal mua. Mund të vërejmë se si të gjithë duat e lartë përmendur lutem për kënaqësinë e Zotit dhe për mëshirën në ahiret, me të kërkohet mbrojtja prej zemërimit dhe dënimit të tij, të ndihmën që besimtarët të shndrojmë vazhdojmë në ibadet dhe në falënderim të Allahut të dashur, prapë bashkë të gjithë këtyre duave dhe kërkimi i asaj që është tek Allahu dhe largimi i asaj që është e kësaj bote. Në asnjë dua nuk ka lutje për gjërat kalimtare të dynjas, për famën e afatshkurtër, për pasurinë dhe përsëritjet e lira. Ekzistojnë 4 cilësi të duas. E para, në këtë mënyrë ne i bëjmë ibadet Allahut të lartësuar, e shprehim për uljen e besimin ndaj tij dhe kjo është e vetë esenca e fesë, fryti dhe i saj më i mirë. E dyta, pasimi i udhëzimit të Allahut që të bëjmë mirë dhe të largohemi të këqijat, dhe dëshmia se si Allahu i lartësuar i pranon duat, ndërsa këtu mund të bëjë vetëm ai. E treta, pritja e shpërblimit në botën tjetër, nëse duaja nuk realizohet në dynjë, nëse mendojmë më mirë, kjo është shumë më e mirë dhe më e vlefshme. E katërta, me duan në shprehim besimin e pastër në Zotin e gjë, të tregojmë pavarësimin tonë për njerëzve dhe krijesave të tjera. O Allah i gjithëmëshirshëm, na jep të mirën e këtë botë në ahiret, na mbro prej zjarrit të xhenemit, sepse ai është dënim i dëmshëm. O Zot, më lejo që zemrat tona të enden pasi që i ke ndëruar me udhëzimin tënd, dhe na mëshiro Allah, me i mëshirshëm vërtet, vetëm prej teje është çdo e mirë. وإذا قرأنا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Zoti ju nderoft.